Unë Albin Kurtit ja kisha bo 20 herë mazi se ai që i ka bo partive tjera, Isa Mustafës, edhe të tjerë. Mu veton, unë ja kisha bo mazi, se unë mendoj që gjua e vetme që kupton ai njeri, është gjuhë të cilën ai e përdor, dhe ai e nje vetëm atë gjuhë. Por, po them, unë kam gabim, edhe krerët e partisë kam pas mirë. Unë mendoj që atë njeri do të me lanë mu ballafaqu me popullin, edhe na nuk do të më marrë me ta, edhe ndoshta është hera e fundi që po merrem me ta, sepse fushata ju është pozitive edhe për me dhonë. Kjo politik, ky diskurs i PD-s i ka tregu rezultatet e veta. Me lidh Albin Kurtin me Serbinë nuk ka dhe se dimna veprimtarinë Albin Kurtit. Do të thonë se këtu jetojnë. Unë mas pare interpretime mund kemi, si çaj nuk mund t'i lidh. Zoti Mustafa, na këtu kemi jetu. Unë këtë hyrje që e bëra që çka mundëm na me thonë. Apo kupton, po unë po them edhe një herë. Ne nuk do ta themi sepse një debat i tillë është debat për përçarje të qytetarëve. Nuk debati kush është më serb në Kosovë, është debat primitiv dhe e ka për qëllim përçarjen e qytetarëve. Unë mendoj që mbrana grupit parlamentar, televizive të vendosje. Veprimet të zotit Kurtit që i qitet domosdoshmë sinkron të plot me politikën. Thash çka mundëm na me thonë. Thash çka mundëm na me thonë. Na çka mundëm me thonë. Me dash na me polarizu. Me dash na me polarizu zoti Shkodra. Është në rregull. Po, me dash na me polarizu, edhe na mundëm me ardh, bile na ke fakte. Dakor. Dakor. Besoni apo s'besoni në vizionin e liderit juaj tri tani? I njëjti nuk është polarizues. Dhe unë besoj nga afër është me të vërtetë është një figurë ekuilibrume, e motnë, edhe është një njeri që din me pajtu situata të caktume. Po, unë besoj shumë. A i bjen që këtë lider partisë juve, apo që kjo partisë i bjen si lideri? Jo, unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës... në fakt, edhe me Ramiz Ladrovsin. Partia Demokratike e Kosovës, kur nuk ka qenë ma e përbashkume se tash, edhe vizioni i liderit, edhe kryetarit të ri, Bedri Hamza, është vizion të cili do të merë mbështetje nga elektorati PDK-s, po jo nga vetëm i PDK-s, sepse zoti Hamza është një figurë që shtash përbashkuese, edhe unë mendoj që edhe ata të cilët mendojnë dhe shohin shpresë të Bedri Hamza dhe kanë arsye shumë, do t'i bashkohen vizionit të tij. Kjo është fryma që do dominoj, edhe unë vetëm e tregova se çka mundum na me bë edhe çka nuk jem të bë dhe çka nuk e kemi bë. Për çka jemi Zoti Shkodra, a di cila ka qenë kritika më e madhe? Ka pas kritika më e madhe e analizës që thatë ju? Kritika më e madhe ndaj Partisë Demokratike Kosovës ka qenë që ju jeni shumë të butë. Po për shkak që kem hisën që shtet, për shkak që kem hisën në shëndërtim edhe në pavarësi dhe krejt, ne kemi empati edhe prandaj sillemi bot, se po sillemi bot me këtë shtetin tonë, i cili rrezikon të rënohet mos e zas Arbeni le të. Kjo nuk ju kufizon me sa kreativ si opozitor. Fare si kufizon. Mandej unë kam vrejtje se keni qenë ma pasiv se sa që është dashur. Për zotin Mustafa, ja veç përdu një pytje. Okej, ose më mirë shkruje. Po më intereson një pytje, zotin Mustafa. Sa i përket investimeve kapitale, ju vini nga Ana Morava. Kur të kthehemi Shkodra, e diskutuam pjesën ekonomike, do të ndalim tema të tjera. Në Partinë Demokratike, nuk jeni në kohën kur ka qeverisë, por si që merrni kredencialet e Partisë Demokratike, kur po thirrni në atën se është një parti që i ka taku ta shpall pavarësinë, është ADN-ja e saj nga UÇK-ja, kontribut kolosal në shëndërtimin e Kosovës, që edhe unë e besoj në këtan, a dini që s'ka pas asnjë investim kapital në Ana Moravë për aq vjet sa ka qeverisë partia juaj? Jo, me thonë që s'ka pas asnjë investim kapital. Nëse ka pas, thunë cilat kanë qenë? Jo, i bie që nuk ushtru asnjë rrugë, nuk ndërtu. Sa rrugë ushtru thunë